Grupi hetimor është rikthyer këtë të mërkur tek rreth rrotullimi i Rinasit për të mbledhur prova të reja lidhur me vrasjen e Gilman Dodanit. Policia ka fotografuar shenjat që lanë pas plumbat që u qelluan në drejtim të viktimës dhe Muçi Xhaljanji Sheqeri, i cili mbeti i plagosur. Dani, krau i djathti Emiliano Shullazit, u ekzekutua në një atentat mafios pas ditën e së martës. Ngjarja ndodhi rreth orës 14, menjëherë pasi viktima dhe i plagosuri mbërritën nga Barcelona, ku ishin larguar në datën 7 nëntor. Në momentin kur janë nisur drejt Tiranës me automjetin tip Benz me targa AB 099 UO, autorët me një tjetër makinë i zumprit dhe i qelluan me breshëri plumbash. Policia dhe ekspertët e kriminalistikës qëndruan në vend ngjarje për më shumë se 5 orë për të kryer hetimet e nevojshme. Në vendin e atentatit janë gjetur mbi 50 gëzhoja armë Kalashnikov, të cilat janë zbrazur me breshëri nga të paktën 3 armë. Rreth 40 minuta pas atentatit, policia gjeti të djegur automjetin e autorëve në fshatin Halil të Fushkrujës dhe brenda tij 4 armë, 3 Kalashnikov dhe 1 pistolet që dyshohet janë përdorur në ekzekutimin e Danit.